Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Prokuroria kërkon 3 vite burg për Marielën dhe 3 vite shërbim prove për Antonelën. Prokuroria e Tiranës dha pretencën për motrat Antonela dhe Mariela Berishaj, të cilat goditën me sende të forta 26 vjeçaren Klea Prenga verën e vitit të kaluar. Prokurori Ndini Tavani kërkoi 3 vite burg për Mariela Berishën, e cila ndodhet në masën arrest shtëpie, por që nga gjykimi i shkurtuar në rast se gjendet fajtore dënimi zbret në 2 vite. Ndërsa për Antonelën është kërkuar 3 vite shërbim prove, që me gjykim të shkurtuar zbret në 2 vite shërbim prove. 2 motrat u dorëzuan në polici në muajin tetor të 2024-s dhe akuzohen për kryerjen e veprës penale plagosje të rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Klea Prenga u dhunua barbarisht nga motra, teksa ishte duke darkuar në një restoran në kryeqytet në zonën e Kodrës së Diellit, mbrëmjen e 6 gushtit 2024 dhe teksa ishte duke ngrënë motrat e kanë goditur me sende të forta, shishe qelçi, duke i shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në fytyrë. Shkak i dhunës që motrat ushtruan mbi Klean mendohet se është bërë dyshimi Marielës se Klea kishte lidhje me bashkëshortin e saj prej të paktën 1 viti.